Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall që na ka mbledhur sonte në këtë shtëpi për shtëpive të Allahut Azza wa Jall, në xhamin tuaj. Elusi Allahun Azza wa Jall që takime të tilla të na i regjistrojë Allahu Azza wa Jall në peshorën e veprave të mira dhe të na shënojë për atyre të cilët ulemi me njëri tjetrin për hir të Allahut Azza wa Jall, pra për të shtuar më shumë dashurinë për njëri tjetrin, e cila është një vepër madhështore. Edhe është një vepër me të cilën mund ta fitojë besimtari lehtësisht xhenetin. Falenderojmë vllajin ton, njoftion, Allah është përbleft për ftesën, edhe ju falenderojmë. Allahu është përbleft që keni marrë pjesë. Elus Allahun që këto fjalë që themi t'i bëj dobishme. Do mundohem inshallah, nuk e di se edhe zjatja bën punën e vet. Që të përmbledhem diçka. Të qenurit i huaj në një aspekt është duket negativ. Sepse kur je i huaj, mund t'jesh i përbuzur, i distancuar, i vetëm, i mërzitur, nuk ke shumë shpresë, nuk synon shumë gjëra, do t'ikesh, largohesh, nuk ke motivim pas. Por se nga ana tjetër, t'jesh i huaj, sipas teksteve fetare, është shumë e dobishme. Se si thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islami ka nis i huaj, pra i pakat, si i huaj, i vetëm, me pak njerëz, dhe do të kthehet i tillë. Pra në afër kiametit do të kthehet i tillë. Lumë për ata të cilët janë të huaj, ose do të jenë të pakat, të tillë, të huaj. Ose siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Pra jeto në këtë dynja si ti je i huaj. Pra është shumë motivuese kjo. Pra na urdhëron profeti, pra ne nuk e duam të jemi tuaj. Por nga ana tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ne na nxit këtu që të ndjehemi si të tillë, si tuaj. Pse se realisht ky vend, kjo dynja nuk është e jonë. Ne këtu jemi tuaj, vatani jonë, vendi jonë, shtëpia jonë, rehatia jonë, është atje, në xhenet. Prandaj domethënë, do të përmend shkurt, domethënë disa nga këto sifatet. Sepse po ta kapim kështu tani, gjithë secili prej nesh do dëshiroj të jetë i tillë, cilësohet si i huaj, sidomos me hadithin që përmendi Hoxha. Bësh vepra këtu, edhe ti konsiderohesh, pra ti peshon sa 50 sahabët. Kjo në aspekt duket qesharake. Ku janë sahabët e profetit Muhammed? Ku jemi ne? Ku ishte ai që sahabiu që ishte ndoshta në pozitën më të pakët? Ku jemi ne? Ndërkohë që hadithi thot, vepra e një të huaj, pra në kohën e fundit, që inshallah ndoshta mund të jemi ne ata, ose qofshin prej tyre, është sa për 50. Kështu që domethënë në këtë aspekt besimtari ka qef të jetë i tillë. Po kush janë këta domethënë? Çfarë cilësish kanë këta që ose kush mund quhet i huaj vërtet? Konsiderohet i huaj. Pra do ndalim në disa shpejt nga këto cilësitë e besimtarëve të cilët i ka lavdëruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka cilësuar si të huaj. Dhe nga ana tjetër, me që në vërtet kjo qenurit i huaj është siklet, është vështirësi, është provë, është përballje. Do të shpëtojë besimtari për qenurit të huaj. Edhe do shohim disa faktorë ose disa pika që ne na shpëtojnë nga kjo situatë. Së pari, një nga cilësitë kryesore të atyre besimtarëve që mund t'i quajmë ne si të huaj, është praktikimi i tyre i fesë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të plotë, dhe ndjekja e rrugës së Allahut azza wa jalla dhe rrugës profetit Allahut me përpikmëri dhe kujdesi nga devijimet ose nga rrëshqitjet ose nga sprovat, nga ato gjëra që na largojnë
nga fjala. Kjo është cilësia e parë këtyre. Pra, e gjen besimtarin edhe pse ka shumë vështirësi në zbatimin e fesë, edhe pse vështirësia shkon deri aty siç e tha Hoxha, kur e praktikon një gjë nga feja, sikur ai ka një prush në dorë, pra, sikur ka diçka nga prushi në dorë, aq vështirë bëhet. Sa e sa nga besimtarëve, madje nganjëherë edhe çështjet lehta fetare, për shkak të rrethanave të vështira që ka ai, i bëhet shumë vështirë me zbatuar. Megjithëse diskutohet që feja e Allahut është e lehtë dhe është e lehtë atij që ja lehtëson Allahu azh dhe Allahu na lehtëson të gjithëve që ta zbatojmë sa më mirë fenë e tij. Së dyti, pse domethënë kush është cilësi që ata të caktohen të propozizohen si tillë? Pakicë, ato janë pakicë. Në shumë të tjerë që janë shumica që kundërshtojnë, i kundërshtojnë. Pra ishin pakicë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë pakicë në disa kohë të ndryshme. Janë pakicë, mund të themi edhe sot, sidomos në vendet tona. Tu ku jemi ne, janë pak muslimanët e vërtet që e zbatojnë. Shumë janë me emra që i thon vetes musliman, por janë pak. Pastaj muslimanët që përpiqen të jenë përpik siç thanë ne në pikën e parë, me Islamin, me rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ato janë pak. Edhe si të tillë, pra nëse je i tillë, atëherë mund të quhesh i huaj. Prandaj edhe tekstet për raste të tilla, pra kur jemi pak, duhet t'i japim shumë vëmendje kësaj pikës që e përmendi dhe Hoxha, që ne të jemi të butë me njëri tjetrin, të dashur me njëri tjetrin, të kujdesshëm për njëri tjetrin, që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të japim dorën njëri tjetrin që ai ta zbatojë sa më shumë fenë Allahut azza wa xal. Ta kuptojmë mirë situatën e tij, gjendjen e tij dhe ta dimë se ku mund ta ketë problemin, edhe të bëhemi shkak që ai të ngrihet, jo të jemi shkaktar që ai të dëmtohet. Së treti, një nga cilësitë të qenurit huaj, edhe pse pra thamë që është problematike, është se ata që janë vërtet të tillë nuk i bën dëm gjendja të tjerëve, atyre që i kundërshtojnë, apo që i nënçmojnë, apo që i lënë në balë, apo që i poshtrojnë, nuk i dëmton fare, sepse ata janë të vendos. Ata, si më thënë, kur themi në gjuhën popullore, kanë daminjen. Ata i kanë dhënë besën në Allahut azza wa xal. Ata do të ndjekin rrugën e profetit Muhammed. Ata do të fitojnë xhenetin. Ato e kanë të qartë piksunimin e tyre. Ata janë vendosur që nuk do ta ndryshojnë këtë rrugë. Ata e dinë mirë se duhet të jenë vërtet të tillë. Sepse në fund fare, Allahu azza wa xal nuk ka nevojë për ne. Allahu azza wa xal nuk ka nevojë që ne ta mbajmë fenë e tij fort. Allahu nuk ka nevojë që ne të jemi të përpik në sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse nëse ne nuk do të jemi, Allahu sjell të tjerë. Siç thot ai, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju ktheni shpinën, e lini këtë rrugë, e lini Islamin, e lini rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lodhesh nga qenurit i huaj, nuk do të jesh i tillë me këto përballesh me vështirësi, e lën ti ikën. Allahu të ndryshon, sjell të tjerë. Edhe kjo se dëmton Allahun azza wa xal, por ne dëmtojmë vetë të tilla. Ama nëse je i tillë i qëndrueshëm dhe nuk do t'ia dish për kundërshtarët, atëherë përgëzohu se vërtet je në hajër, je në mirësi dhe inshallah mund të cilësohesh prej të tillëve, prej të huajve. E katërta janë durimtar. Ata që janë të huaj, pra siç ka cilësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë të durimtar ndaj çdo mundimi, ndaj çdo të keqe që i vjen nga të tjerët, nga kundërshtarët. Mund të jetë kundërshtari jot prindi jot, mund të jetë kundërshtari vlla jot, mund të jetë i afërmi jot, mund të jetë një komshi, mund të jetë një i largët, një rrugë, kushdo qoftë ai. Mund të jetë njëri i thjesht, i papërfillshëm, mund të jetë një me pushtet, mund të jetë një i dhunshëm, një tirant, kushdo qoftë. Ai që është i vendosur në rrugën e Allahut azza wa xal, ai bën durim. Ai bën durim sepse e di çfarë përfundimi ka durimi. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu azza wa xal thot, durimtarëve Allahu do t'i plotësojë shpërblimin pa mas. Durimtarët janë të fituar. Gjithmonë durimi sjell fitoren. Inna man nasru ma sabr. Dihet që fitoria Allahu do vi duke duruar. Pra është cilësi e huajve që ata durojnë, nga çdo lloj bezdie, nga çdo lloj mundimi, nga çdo lloj e keqe, qoftë me fjalë apo çdo gjë. Prandaj duhet të jemi
të durueshëm dhe qoftë edhe me gjërat e vogla, jo të durueshëm vetëm me ata të mëdha, sepse nganjëherë themi, po unë do duroj, po tjetë në diçka në isproveran, ama kur ai më përbuz, kur ai më thot një fjalë cytse kundërshtari apo nënçmuese, aty s'duroj. Jo, me gjitha duhet të jetë i durueshëm. Gjithashtu cilësi tjetër është e qenurit huaj nuk do të thotë që ti t'jesh vetëm i mirë veten tënde, siç e tha Hoxha. Ti duhet t'jesh i mirë veten tënde, po duhet t'jesh edhe përmirësues. Nuk duhet mjaftohesh vetëm po, jam mirë unë, edhe kaq. E kam Islamun, unë mjafton. Jam rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të tjerët s'ka problem, t'jenë si t'jenë. Nuk është kjo e saktë. Nuk është kjo për cilësive të huaj, atyre që janë të huaj ose cilësohen si të huaj. Se si e tyre është se ata kritikojnë, kur është vendi për kritik, ata këshillojnë, ata ndreqin. Nëse një nga pjesëtarët e familjes tënde nuk është në Islam, ti nuk duhet ta lesh në atë gjendje. Nëse ai është në kufër, në mohim, ti duhet t'ia qortosh kufrin, duhet t'ia bësh të qartë që kjo është negative, sepse kjo, domethënë, përfundimin e ka të keq. Nëse ai ka devijime në çështjen e akidës, të besimit, të Islamit, apo në çështjet e moralit, korrektësisë, ti duhet t'ia vesh në dukje, ti duhet ta kritikosh, sepse domethënë kjo është morali ose kjo është cilësia e njerëzve të tillë. Madje profeti jon Muhammed thotë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyir." Cili do për jush, pra që është musliman, apo që është dhe i tillë, që është edhe më i veçantë, qenurit i huaj, kur sheh një të keqe, le ta ndryshojë. Dhe Allahu thotë: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu." Allahu i ka mallkuar ata që mohuan prej bani Israilve. I ka mallkuar Allahu në gjuhën e Daudit dhe të Isës birit Mariemës. Kjo për shkak se ata kundërshtuan edhe e tepronin, edhe nuk e ndalonin njëri tjetrin nga e keqja që bënin. Pra, e shikonin të afërmin e tyre, e shikonin vllajën e tyre, komshiun e tyre, cili do qoftë, nuk e ndalonin nga e keqja. Nuk e ndalonin pra nga qoftë të këqijat që përmendëm ne të niveleve të ndryshme. Ama muslimanët e parë, domethënë, edhe pse kanë qenë shumë korrekt me Allahun, shumë të dashur me njëri tjetrin, kanë qenë tashpër nganjëherë në kritik. Edhe ndaj atyre që kanë pas shok ngushtë, tafër. Pse? Kjo jep jo për të nxjerrë dufin e tyre, apo atë mllefin që kanë, por se ja kanë dashur të mirën tjetrin, që ai të udhëzohet në rrugën e duhur. Edhe cilësia, mund themi e gjashta, mund themi si e mbyllse e këtyre është që ato dallohen. Përpiqen që të dallohen. Janë të huaj dhe përpiqen të dallohen. Edhe kanë kujdes nga shkrirja. Çfarë do thotë do dallohen? Pra, vazhdojnë të jenë me karakterin e tyre prej muslimani të plotë. Nuk lëshojnë pe në fenë Allahut Azza wa Jall, edhe pse kjo i detyron që duken pak ndryshe nga të tjerë. Pra nuk ecin me këtë idenë që po jemi me këta që do më shajnë, do më fëndojnë, do më godasin, do ndihen keq. Nuk po dalloj, po sillen si ata, do bëhen si ata, le të jenë si ata që shpëtojnë nga kjo. Jo. Njerëzit që ndihen të huaj, po që janë rrugën e vërtetë, ata dallojnë. Ata dallojnë, ato nuk shkrihen me shoqërinë. Ato nuk bëhen një siç janë të tjerat që nuk janë të udhëzuar, që nuk janë në Islam, që nuk janë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Pastaj çupa puna, domethënë nëse njerëzit janë gjithë një lloj, edhe nuk kanë dallim me njëri tjetrin. Madje Allahu Azza wa Jall këtë lloj cilësie, po themi, ja ka dhënë dukje edhe profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ku thot: "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alayna ghayra." Ata për pak deshën të sprovojnë ty në lidhje me atë që të shpallëm ne, Kur'anin, që ti ndaj nesh të trilloje tjetër. Pra Kur'an ta ndryshosh Kur'anin. Aty ku aty nuk u pëlqente, t'ja ndryshonte. Wa idha lattakhadhuka khalila, kështu ato do të marrin për mik. Pra njerëzit nëse ua bën qefin, e lën ti qëndrimin tënd prej muslimanit që duhet ta mbash fort, i bëhet qefi. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, po të mos të bënim ne ty të qëndrueshëm, ti për pak do të anoje tek ata. Idha adhaqnaka da'fa al-hayati wa da'fa al-mamat, thumma la tajidu laka alayna nasira.
por pastaj ta dije se ne do të jepnin do të fish ndërshkimin në këtë botë edhe në botën tjetër, edhe ti nuk do të kishe ndihmës tjetër përveç nesh. Pra këto ishin disa cilësi besimtar që të qenurit e huaj. Edhe le të përpiqet se i cili prej nesh, nëse i ka këto cilësi, falendojë Allahun Azza wa Jall. Nëse nuk i ka, përpiqet të përmbush. Pastaj se cili prej nesh gjithë nuk ka dyshim që nuk mund ta fshehemi. Ndihemi të huaj, ndihemi të ngushtuar, shpesh, ndihemi të dobët. Pra nga ky aspekt, sepse është vetvetiu që tham, kur e praktikon fen, madje mund të bëhet nëna jote nga një armik, që ti nuk e pret kurrë. Mund të bëhet baba jot, bashortja jote, fëmijët e tu, të afërmit e tu. Dhe normalisht në situata të tilla nuk mund mos ndihet besimtari, sepse ai njeriu është me ndjenja, nuk mund mos ndihet në vështirësi apo në siklet. Kështu që kërkohet në rreth parë, ato tani të kalojmë ke disa aspekte, nuk e di sa kohë kemi. E zjatëm. Në disa po. Inshallah. Janë disa faktorë ose disa çështje apo disa sjellje që duhet i përmbush besimtari, që nëse i përmbush ato me lejen e Allahut Azza wa Jall, gjithë kjo vështirësi të qenurit i huaj, ai nuk do ta ndjejë as pak, përkundrazi. Nuk do ta ketë problem dhe do ta ketë kënaqësi, edhe pse ajo në realitet është vështirësi. Së pari, nëse realizon durimin besimtari, s'ka dyshim që do t'i shpëtojë shumë kësaj ndjenje të hidhur të qenurit i huaj. Allahu Azza wa Jall i thot profetit ton Muhammed, wasbir wama sabruka illa billah. Bëj durim, dhe dije se durimi jot nuk është vetëm se për Allahun. Për kë e bëjmë ne durimin? Për Zotin ton, për Allahun Azza wa Jall. Tek ai e presim shpërblimin, tek ai e presim rrugdaljen, zgjidhjen, shpëtimin. Wala tahzan alayhim. Dhe ti mos u mërzit për ta. Pra çfarë do që të bëjnë ata, mos u mërzit. Wala takun fi dhiqin mimma yamkurun. Mos je ngusht nga ato kurthe që ato thurin. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sepse Allahu është me ata të cilët janë të devotshëm dhe të cilët janë vepërmirë. Le të kujtojmë besimtarë, ata besimtarët e hershëm që kanë qenë ndoshta edhe më të huaj se sa ne, kur merrej dikush prej tyre, gërposej edhe i ndahej me sharr koka mes përmes trupit, dhe ktheu nuk e kthente nga feja. Asnjëri prej nesh nuk i ka këtë lloj vështirësish, ama prap ata duronin dhe kurse si nuk pranonin që të largoheshin nga feja e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, ajo që na ndihmon të mos ndjehemi të huaj me gjithë vështirësitë që përballemi është të gëzohemi me mirësinë e Allahut Azza wa Jall. Të kënaqemi me mirësinë e Allahut, me udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu në Kur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj, me mirësinë e Allahut, me mëshirën e Tij, me këtë le të gëzohen, sepse ajo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Besimtar, duhet gëzohemi shumë me mirësinë e Allahut Azza wa Jall. Qofshin këto mirësitë e dynjas, por mbi të gjitha mirësinë e imanit, mirësinë e besimit, mirësinë e islamit, që kemi njoftë Allahun Zotin ton. Imagjinoni njerëz të shumë, të panumër në botë, që nuk e dinë se kanë ardhur në këtë botë, nuk e njohin Zotin e tyre, nuk e kanë mirësinë e udhëzimit, nuk e kanë mirësinë e islamit, kurse ne domthon subhanallahu krijesa të dobta, që nuk di si shprehen. Allahu Azza wa Jall na dha mirësi, na zgjodhi, na dha islamin, na dha mundësinë që shpëtojmë në këtë botë dhe fitojmë xhenetin në botën tjetër. Nuk ka mirësi më të madhe se kaq. Edhe vetëm me këtë, sa do në vështirësi të jetë besimtari, duhet gëzohet patjetër. Shembull, një fukara, një i përvujtur, një i munduar, një i smur, një i në shumë drejtime. Në një moment aty mund t'i vijë një e mirë nga kjo dynja. Një sasi parash apo një ndihmë tjetër ekonomike, imagjino sa gëzohet ai njeriu. Moment, i harron gjitha ato vështirësi. Dhe kjo është një çështje dynjaje e vogël. Kështu besimtar, të sjellim ndërmend mirësinë që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall me udhëzim. Nuk blehet ajo.
Ata që janë kufar, që se kanë të mirësi, ditën e gjykimit çfarë do të bëjnë? Yawaddu alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il adhabi yawm al-qiyamah. Ata që mohuan, pra ditën e gjykimit do të dëshirojnë që gjithë tokën dhe një herë sa ajo ta japin, vetëm të shpëtojnë ditën e gjykimit. Gjithë kjo domthon vështirësi përballë mirësisë së kësaj të qenujt e huaj nuk është asgjë. Le të mos mërzitet, le të mos trembet besimtari pse është pak, pra të qenujt e huaj. Po mos u mërzit dhe mos u tremb dhe mos u ndjek gusht nëse je pak. Allah thot: "Wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah." Sepse shumica nuk është matës pozitiv. Allah thot: "Nëse ti i bindesh shumicës së atyre që janë tokë, ata do të largojnë ty, do të humbin nga rruga e vërtetë. Ato të largojnë edhe do të humbin nga rruga e vërtetë. Dhe vërtet nuk është habi pse njerëzit janë humbje. Habi është me atë besimtar që ka njoftë Allahun, që përpiqet ta mësoj fenë Allahut azza wa jall, që përpiqet të jetë i përpik, që të jetë korrekt me rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk mërzitet për këtë, nuk trembet dhe nuk është i ngushtuar, përkundërzi e shijon çdo gjë pozitive nga feja e tij. Gjithashtu ajo që na ndihmon që ta kapërcejmë të lloj ngushtie të qenujt e huaj është përkushtimi me dijen fetare. Ti dedikohemi dijes fetare, mësimit të fesë dhe sinqeritetit, njetit të sinqert. Sa më shumë dije të marr besimtari, aq më shumë do ta ushqejë shpirtin e tij dhe aq më i fortë do të bëhet. Sepse dija vëllezër është ushqimi kryesor për fenë tonë. Dhe sa më shumë të dishëm do të jemi, aq më të fortë do të jemi me lejen e Allahut azza wa jall. Tjetër gjë e rëndësishme është shumë e bukur kjo fjala këtu. Po. Thot Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, shumë kunu judud al-qulubi khurhan. Pra, nga Ibn Mas'udi transmetohet thot se unë po tentoj që ta shkurtoj pak vëllezër, më buni Allah se janë perla në fakt, kjo është perl. Tha, jeni domthon me zemra të gjallëruara, ose mund themi të reja, përpiquni që zemrat i keni gjallëruara gjithmonë. Edhe pse mund të keni rroba të arnuara. Pra nuk nga paraqitja jashtë, por zemra, edhe ajo që ta gjeneron zemrën, ta rigjall, ta bën të re zemrën, s'ka dyshim është dia, leximi i librit të Allahut, mësimi i librit të Allahut, leximi i haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mësimi i tyre, praktikimi, gjimi i fjalëve të larta të dobishme që janë nga të parët tanë, pra nga sahabët e të tjerë, apo dhe nga hoxhallarët bashkëkohor që i kemi, to padyshim që ta gjallërojnë zemrën, të ndjehesh mirë dhe i fortë para Jini thot ja ta plotson. Inshallah. Jini të rinë në zemra thot, edhe nëse rrobat i keni të vjetra, dhe jini thot fanar ndriçues që edhe pse mund të jeni të huaj tek banorët e tokës thot, të njiheni të banorët e qiellit. Subhanallah. Kjo është boni mirë hoxha që e kapi. Pra subhanallah, nuk ka kjo është shumë edhe nëse ti je i huaj, pra s'do t'ja di kush për ty, të afërmit e tu, shoqëria jote, farefisi, qyteti, fshati, kudo që t'jesh, s'ka problem. Allahu lart sheh. Me lajket e Allahut azza wa jall shohim. Edhe s'ka dyshim se kjo është domosdoshmë nuk ka gjë më e bukur. Sepse ne njerëzit ngaherë na tërheq kjo toka, edhe çdo gjë e lidhim kështu me majtas djatas, domosdoshmë tokë. Është Allahu azza wa jall. Me lajket e Allahut azza wa jall, shoqëri të lartë. Allahu na bëf prej tillë. Gjithashtu një pikë shumë e rëndësishme mendoj që edhe kjo na prek ne vazhdimisht edhe është që ata që janë të huaj, pra që janë të tillë, po themi, edhe ne inshallah mund të jemi prej tyre, Allahu na bëf prej tyre, edhe të qëndrueshëm, duhet që të huajt të ngushëllojnë njëri tjetrin. Të tregojnë butësinë, afërmitetin, shoqërinë, solidaritetin me njëri tjetrin. Kjo është pikë shumë e fortë. Dhe inshallah mund ka shërby kjo edhe unë djehem i tillë domthon. Djehem i tillë për ju sonte. Allahu ja shpërblet. Jam i ftyrë edhe nga gjithë. Se vërtet domthon kjo është pikë shumë e fortë.
Kur ne domethënë ngushëllojmë tjetrin që s'ka problem, duro dhe pak, nuk ka mbet shumë pak nga kjo dunja, pak durim. Pra nëse shef vëshim mos u bëj merak, të ngushëllon, të gjendet pranë, të jep kurajo, besimtari me besimtarin. Edhe ti kur e sheh domthon mbase një fjalë e vogël mund të jetë ajo. Një ngushëllim i vogël, ama mund të shërbejë që ti të qëndrosh për 10 vite i fortë fen Allahut azza. Kjo është shumë e rëndësishme vëllezër, që ne nuk duhet ta neglizhojmë këtë çështje me njëri tjetrin. Prandaj domethënë thot edhe këto dietarët e parë kanë pas të fortë këtë, domethënë të ndjesi me njëri tjetrin. Aq sa domethënë thuhet që qala Ayub, thot unë dëgjoj për vdekjen e një personi nga ahli suneti. Po që mund të jetë larg shumë domethënë. Sikur kam humbur një gjymtyr vetes time. Sikur domethënë aq shumë të lidhur e shohin veten me njëri tjetrin. Kështu duhet ta shohim në vëllezër. Nëse ne do ta shohim veten me njëri tjetrin të lidhur shumë, padyshim që kjo pjesë të qenujt e huaj s'ka për të ngjerë fare, sepse ajo lidhja e fortë e zhduk domethënë të qenujt e huaj, edhe pse ne jemi pak mesin e shumë njerëzve që nuk janë në Islam. Gjithashtu çështja tjetër e fortë që na mban ne përballë këtij fenomeni është kujdesja që ne të shoqërohemi me njerëzit fetar të mirë, që zbatojnë fenë Allahut azza wa xal, janë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe të kemi kujdes, sepse jo të gjithë mirë, besimtarët nuk janë gjithë mirë, por do të jemi edhe realist. Mund të ketë të infektuar, që ti me gjithmonë ke dhimbshurinë që e rregullohet, po ndoshta nëse ai bëhet i dëmshëm për ty, ti do të shohësh të mirën tënde në atë parë, kështu që do të qëndrosh me besimtarët e mirë. Prandaj thot profeti Muhammed, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Personi është në fenë e vllajt të tij. Kështu që secili prej jush shoh se me kë shoqërohet. Vëlla musliman. Shi sa e bukur është ky takim ose kjo lidhje me ju që elhamdulillah është vërtet për të pasur zili për mirë. Allahu ju ruaj inshallah, ju begato. Pra besimtari të rrimë me besimtarin, përpiqet bashkohet me atë që është i dobishëm, që është në rrugën e tij, domethënë. S'ka pse domethënë shumë njerëz po do kesh edhe të afërmin tënd etj, ama kur e sheh që dëmtohesh me një shoqëri, jo si shoqëria e mirë, duhet që të kesh kujdes dhe duhet të distancohesh, të rrish tek besimtari i mirë, që ai nxit në fenë e Allahut, nxit që të jesh në rrugën e Allahut, nxit që të lidhesh për librin e Allahut, të lidhesh për rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të tillët duhet të rrim më shumë. Gjithashtu, ajo që na forcon në këtë rrugë të qenujt e huaj është frika nga devijimi, pasi që na ka udhëzuar Allahu. Pra të jemi gjithmonë në frikë nga devijimi dhe të jemi gjithmonë në frikë nga mbyllja jo e mirë, nga përfundimi i keq. Sepse domthon mund mendojmë që ne jemi mirë, jemi në udhëzim, jemi në Islam. Mirë, por nuk duhet ta lëshojmë veten tonë për asnjë moment. Sepse nëse tregojmë ne të pavëmendshëm, shejtani nuk është i tillë. Ai gjithmonë është në pusi. Ai gjithmonë do mundohet që ne ta devijojmë. Po ne të përpiqemi vëllezër gjithmonë edhe ta kemi këtë ndjenjën e frikës që mos devijojmë, mos largohemi nga rruga e Allahut, mos largohemi nga feja e Allahut, nga rruga e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Sepse domethën kjo pastaj do na këtë lloj vështirësie që ne po flasim për të qenujt e huaj, nuk do kemi se angazhimi jon për këtë, si më thon, stresi jon për këtë çështje do të na bëjë të na harrojmë vështirësinë tjetër. Dhe së fundmi, athiqatu bi maw'udillahi azza wa jall, bindja e fortë se premtimi i Allahut azza do realizohet. Atë që ka premtuar Allahu azza wa jall do realizohet. Thot Allahu në Kur'an, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Ai është Allahu pra, i cili e ka dërguar të dërguarin e tij me udhëzim dhe fenë e vërtetë, për ta bërë atë dominuese, të dukshme mbi të gjithë fetë, edhe nëse kjo nuk e pëlqen idhujtarëve. Allahu azza wa jall do e nxjerrë triumfues Islamin, kjo s'ka dyshim. Në këtë botë edhe në botën tjetër.
nuk do të bëhet kiameti, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, derisa Islami të hyjë në çdo shtëpi. Çfarë do lloj shtëpie qoftë kjo? Nuk do të bëhet kiameti pra derisa Islami domthon të jetë triumfues. Edhe kjo s'ka ndodhur vëllezër, edhe do ndodh. Edhe një person i cili ndjehet i huaj, sidomos në kohën tonë apo në vendet tona, kur ngjon këtë premtim të Allahut azza wa xal, s'ka dyshim që i ikën kjo ndjenjë, pra të ndjen, nuk ndjehet më i huaj, sepse ai beson fuqishëm tek premtimi i Allahut azza wa xal. Dhe Allahu nuk e thën premtimin e tij se Allahu do t'i bëjë triumfues profetët e tij, Allahu do ta bëjë triumfues fenë e tij, edhe njerëzit e tij, besimtarët e tij. Elos Allahun azza wa xal që Allahu na shkruaj për njerëzve të tij besimtar të huaj në këtë dynja, që jetojnë të huaj, si të huaj, edhe na japi shpërblimin që meritojnë njerëz të tillë. Elos Allahun azza wa xal që na bashkojë gjithmonë në vepra të mira, na e bëni halal se mbase kemi zgjati çik sonte pak. Po Zoti ju shpërblet.